Emri: Michael Jackson. Zëri që nuk kopjoi askënd dhe që më vonë u bë standardi që të gjithë përpiqen ta arrijnë. Ai hyri në skenë si fëmijë me The Jackson 5, por pas perdeve fshihej një punë e jashtëzakonshme. Regjistronte deri në 60 dubla për një këngë derisa e gjente tingullin që kërkonte. Krijoi lëvizje që s'ishin parë më parë. Moonwalk nuk ishte rastësi. Ai studioi orë të tëra me balerinë, pantomim dhe akrobat që të kuptonte si funksionon iluzioni në skenë. Eksperimentoi me tinguj të pazakontë. Disa nga efektet vokale në këngët e tij janë zëra kafshësh, të regjistruara dhe të miksuara që të krijonin ritëm. Edhe klipet i trajtonte si filma. Në xhirimet e thriller kërkoi që seti të funksiononte si një studio e vërtet kinemaje. Por pas famës fshihej edhe një ankth i madh. Mbi 2 dekada flinte vetëm disa orë në natë sepse kërkonte çdo ditë perfeksion të ri. Kur ai u largua në 2009, mbeti një boshllëk që s'u mbush më. Megjithatë muzika e tij vazhdon të prek breza që nuk e kanë parë kurrë live. Kjo është fuqia e tij. Një artist që se ndalon dot koha.